Dhe ky është babi Der. Derkucja Pepa. Zënka. Pepa dhe Delia Suzi po luajnë me karta. Ylli blu, fitova unë. Pepa dhe Suzi janë shoqe të ngushta. Rapeshku, pra fitova unë. Ti bëre me hile. Nuk është e vërtet. Ti pe letrat. Ti po gënjen tani. Unë nuk kam për të luajtur përsëri me ty. Atëherë asu nuk do të luaj më me ty. Bo, Pepa dhe Suzi patën një zëng. Ka ardhur mami Dele për ta marrë Suzi në shtëpi. Pepa, thuaj mirupafshim Suzit. Ja, unë nuk i flas më asaj. Asu nuk kam ndërmend që ti flas asaj. Oh? Do të bëheni përsëri shoqe. A jeni apo si jeni vërtet shoqe të ngushta? Jo, nuk besoj se jemi më. As ti nuk do të jesh më shoqja ime e ngushtë. Babi Der po përgatit darkën. Pepa, George, është koha të ham darkën, kemi makarona. Si është puna me ty, Pepa? Pepa dhe Suzi patën një zëng së bashku. Oh? Ishte shoqja ime më e mirë dhe më ka marrë malli. Pati telefonojmë Suzit. S'kemi, më thuaj. A mund të flas pak Pepa me Suzin, ju lutem? Suzi, a mund Pepa? S'kemi Pepa. Ne mund të jemi sërish shoqe kur ti të më kërkosh falje. Më fal që të thash se e bëre me hile. Edhe pse ti e bëre vërtet. Shiko, më vjen keq që të kam pasur dy shoqe të ngushtë. Oh? Nuk ka gjë, mami. Unë mund të gjej një shoqe tjetër të ngushtë, mami. Është një ditë e bukur me diell. Të gjithë fëmijët janë tek lodrat. Qenushi Deni ndodhet tek rrotullamja me shokun e tij të ngushtë, ponin Pedro. Georgi është tek lëkundësja me shokun e tij të ngushtë, lepurushin Richard. Gjitu, zbrit. Gjitu. Delia Suzi është tek lishashja, por vetëm. Pepa po luan mini golf, por vetëm. Ja dhe elefantja Emily. A mund që ta provoj unë? Emily, dua të them që Suzi nuk është më shoqja ime e ngushtë. Tani mund të jesh ti shoqja ime e ngushtë. Por shoqja ime e ngushtë është Macja Kendi. Miau. Juhu! Ç'kemi Zoj tani që nuk e kam më shoqe Pepën? A do të jesh ti shoqja ime e ngushtë? Por shoqja ime e ngushtë është lepurushe Rebeka. Oh, juhu! Ç'kemi Suzi? Ç'kemi Pepa? Oh, sa mirë, ju të dyja jeni bërë përsëri shoqe. Unë nuk jam shoqja asaj. Ne nuk do të bëhemi më kurrë më shoqe. Më duket se ka ardhur koha që ju të dyja të pajtoheni. Pepa, kërkoj falje Suzit. Vetëm kur ajo të kërkoj falje e para. Dëgjove? Jo, vetëm kur ajo të më kërkoj falje mua e para. Kam një ide. Unë do të numëroj deri në 3 dhe ju do të thoni më fal në të njëjtën kohë. Dakord. 1, 2, 3. Më fal. Ja, tani jeni përsëri shoqe të ngushtë. Ura! Suzi, a mund të luaj mini golf? Sigurisht po. Pepa dhe Suzi u bën përsëri shoqe të ngushta. Unë e para. Rava ime. Topi im myri në grop, prandaj fitova unë. Por atë e futi në grop topi im, prandaj fitoj unë. Ti po shpik rregullat të tjera. Jo, je ti ajo që po i shpik. Fitova unë. Jo, fitova unë, Pepa. Ju të dyja nuk ndryshoni fare nga njëra tjetra. Suzi është shoqja ime më e mirë. Ndërsa Pepa, shoqja ime më e ngushtë që kam takuar ndonjëherë në të gjithë botën.